wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Dhe Allahu i lartësuar është el-ali, i larti, el-azim, madhështori. Këto janë dy emra të bukur të Allahut. Allahu është i larti. Allahu me qenien e tij është lart mbi gjitha krijesat, është mbi arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Në këtë mësim do të komentoj ajetin më të madhërisëm të Kuranit, ajetin El-Kursi, gjithashtu dhe surën El-Ikhlas. Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu ka treguar se një herë profeti sallallahu alaihi wasallam e ka pyetur: "Ayu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Cili është ajeti më i madhërisëm i librit të Allahut? Ubej radhiyallahu anhu tha: Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu dhe i dërguari i tij e din. Profeti ja përsëriti këtë pyetje disa herë. Dhe Ubej radhiyallahu anhu tha: Ayatul Kursi. Tha Ubej radhiyallahu anhu është ajeti El-Kursi. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: Liyahnika al-ilmu Aba al-Mundhir. Ta gëzosh diturin o Ebul Mundhir. Profeti sallallahu alaihi wasallam me këtë urat bëri edhe lutje që Allah t'ia lehtësonte atij diturin, por profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e ka uruar si njeri të dijes, njeri me dija. Është dëshmi që Abu Dharri ishte një dijetar. Abu Dharr radhiyallahu anhu ka qenë një hafiz i Kuranit, një nga shkruesit e shpalljes. Profeti ka dëshmuar, Ubej ibn Ka'b, jo Abu Dharr, Ubej ibn Ka'b. Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu ka qenë një nga shkruesit e shpalljes, ka qenë një hafiz i Kuranit dhe profeti ka nxitur që të marrin Kuranin me tij. Ky hadith atëherë tregon që ajeti Kursi është ajeti më i madhërisëm i Kuranit, më i rëndësishëm. Ka dhe një hadith tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu anhu që flet për mirësinë e ajetit Kursi. Ka treguar Abu Huraira radhiyallahu anhu: "Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdhi zakati Ramadan." I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam më ka caktuar një herë që të kujdesem për zakatin e fitrit. Edhe thot, ndërkohë që po kujdesesha për ta, vjen njëri edhe po merrte me grushta nga ushqimi i sadakas fitrit, po merrte me grushta. Ata atin e gjale jahthu. Qale fa akhadtuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah. Thot, e ka ba. Edhe i thash, do të çoj ke profeti, se i duke vjedh. Ai dhe më thënë tha që inni muhtajun wa alayya wa li iyalun fa shaka hajatan shadida. Qala farahimtuhu fa khallaytu sabila. Tha që unë jam nevojtar, kam për të mbajtur familjen, kam nevojë të madhe, prandaj kam ardhur me gërmar. Thot më erdhi keq për ta dhe e lash të lirë. Shkoj. Thot nesëmën takova profetin, më tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ya Abu Huraira, ma fa'ala asiruka al-bariha?" O Abu Huraira, çfarë bëri ai që e zunë dje? Thash, profetin e kishte lëruar Allahu subhanahu wa taala. Se e tha Abu Huraira, pa i tregu gjë Abu Huraira. Dhe Abu Huraira radhiyallahu anhu tha: "O i dërguar Allahut, shaka hajatan shadida wa iyalan farahimtu fa khallaytu sabila." Thash, o i dërguar Allahut, u ankua se ishte hallexhi, muqa, kishte për të mbajtur familjen, më erdhi keq edhe e lash të lirë. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Amma innahu qad kadhabaka wa say'ud." Ai ka gënyer, do kthehet përsëri.
Qala fa'araftu annahu sayaud li qawli ar-rasul annahu sayaud. Thot, isha I sigurt që do vinte, sepse profeti më tha që do vinte, edhe fillova faja'altu arqubuhu. Qala faja'ala yahthu. Thot, erdhi natën e dytë dhe filloi me marr përsëri. Qala fa'akhadhtu faqultu la arfa'annaka ila rasulillah. E më zumra I thash do të çoj ke profeti sallallahu alaihi wasallam. Ai përsëri u ankua që ishte nevojtar, kishte për të mbajtur familjen, ishte hallexhi. Merdi keq e lash, edhe për herë dytë e la. Nesër shkon ke profeti sallallahu alaihi wasallam I tha ja Aba Huraira ma fa'ala asiruka al-bariha, ç'bëri ai që e zure? Si që shkoj më beti me ta. I tha shoj dhe Allahu, të ankua që ishte nevojtar, ishte hallexhi, kishte për të mbajtur familjen, mu merdi keq dhe prap e lash të shkonte. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam të ka gënjur, do kthehet përsëri. Ki e mendje. Natën e tretë erdhi. E zura. I thash mundu thalathi layalin taqulu lan a'ud wa takdhib. Ju bon 3 net që më thua nuk vi më edhe po vjen. Tani nuk ka më të shkoj ke profeti sallallahu alaihi wasallam. Më tha da'ni u'allimuka shay'an yanfa'uka Allah u'allimuka kalimat yanfa'uka Allah biha. Më tha më lër të mësoj ca fjalë me të cilat të jenë dobishme ty. Do të bëj dobi Allahu I lartësuar. Dhe sahabët ishin shumë të interesuar me mësu çështjet e fesë. I thash o ma hunna, që ndo fjalë? Më tha idha awejta ila firashik faqra ayat al-kursi fa innahu lan yazala alayka min Allah hafidhun wala yaqrabuka ash-shaytan hatta tusbih. Më tha kur të shkosh në shtrat për të fjetur gjumë, këndoja ajetin el-kursi deri në fund, sepse nëse e këndon këtë ajet, do të ruaj Allahu dhe nuk do të afrohet shejtani derisa të gdhihesh. E majti mend të Abu Huraira, e la të lirë, shkonte. Edhe nesër shkon nga profeti sallallahu alaihi wasallam. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, xhbyrja që e zure mram, sa shoj dërguar Allahut, zama annahu yuallimuni kalimatin yadfa'uni Allahu biha. Pretendoi se do më mësonte ca fjalë që do të ishin dobishme, do mbonte Allahu dobi me to. Sa profeti sallallahu alaihi wasallam, që do fjalë. Edhe Abu Huraira radhiyallahu anhu I tregoi që kishte thënë kur shkosh në shtrat për të fjetur, këndoja ajetin kursi se do të ruaj Allahu dhe nuk do të afrohet shejtani derisa të gdhihesh. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam sadaqaka wa huwa kadhub. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam të ka thënë vërtetën, edhe pse ai është tepër gënjeshtar. Por profeti miratoi këtë se ishte e vërtetë. Por nga ana tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e lavdroi shejtanin, përkundër se tha ai është tepër gënjeshtar. Po kuptohet që shejtani është një xhin, fjala ka qenë ky, I është shfaqur Abu Hurairës në formë njeriu. Dhe xhindët e kanë këtë aftësi të shfaqen në formë njeriu. Edhe e ka bërë këtë punë që përmendet në hadith. Njeriu duhet të jetë I vëmendshëm, duhet që të përmend Allahun. Se në qoftë se nuk përmend Allahun kur hyn në shtëpi, thotë shejtani sipas një hadith profetit sallallahu alaihi wasallam, keni vend ku të kaloni natën sonte. Në qoftë se nuk thot bismillah kur ha ushqim, thotë shejtani keni dhe ushqim për të ngrënë. Prandaj dhikri është ai që na mbron. Mëngjesë, mbrëmje, kur bim të fjetur gjumin, kur çohemi nga gjumi, se kemi armik, kemi kundërshtar, kemi keqbërës që ne nuk I shohim. Ne duhet të mbrojmë veten me dhikrin. Kështu na ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, "Ta'lam", në fundin e hadithit, "Men tukhatibu mundu thalathin", a e diti me kë ke bashkë biseduar që prej 3 netësh? Thash jo. I tha, por nuk e dinte burë, mendonte që është njeri.
I tha profetit sallallahu alaihi wasallam, "Dhaka shejtan." I tha profetit sallallahu alaihi wasallam, "Ai ka qenë një shejtan." Atëherë ky hadith tregon për vlerën e ajetit kursi, mirësinë e këtij ajeti. Ky ajet ka shumë mirësi dhe një nga mirësitë e tij është që po ta këndosh nuk të afrohet shejtani. Po ta këndosh kur biesh për të fjetur gjumë, nuk të afrohet shejtani. Dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam, siç ka treguar, pra dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam mund ta ketë kënduar këtë. Faktikisht hadithi që desha përmendur është një hadith i flet për surën Ikhlas, Qul huwallahu, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, do ta përmend pak më pas të hadithin tjetër, inshallah taala. Sipas disa dietarëve, në ajetin kursi është emri më i madh i Allahut të lartësuar. Ka thënë Abu Umama radhiyallahu anhu, Ismullahi al-a'zam fi thalathi suwarin min al-Quran. Emri më i madh i Allahut është në 3 sure të Kuranit. Surën, ka thënë në surën Baqara, në surën Ali Imran dhe në surën Taha. Ka thënë Hisham ibn Ammar, një nga transmetuesit, e ka fjalën për 2 emrat, El Hayyu El Qayyum, i gjalli, i përjetshmi, mbikëqyrësi i gjithësisë, që përmendet në surën në ajetul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa El Hayyu El Qayyum, përmendet gjithashtu dhe në fillimin e surës Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa El Hayyu El Qayyum, përmendet në surën Taha, wa anatil wujuhu lil Hayy El Qayyum. Fytyrat janë nënshtruar Allahut, i cili është i gjallë, i përjetshëm, mbajtësi i gjithçkaje, mbikëqyrësi i gjithësisë. Gjithsesi ky është një mendim i dietarëve, po ka edhe mendime të tjera në këtë çështje. Emrat e bukur të Allahut, me gjithë emrat e bukur të Allahut të lartësuar, mund t'i bësh lutje Allahut të lartësuar, por emri më i madh i Allahut, po ti lutesh Allahut me të, Allahu i lartësuar ta pranon lutjen. Prandaj profeti ka thënë një burr që u lut duke thënë: Allahumma inni as'aluka bi anna laka al-hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi'a as-samawati wal-ardi ya dha al-jalali wal-ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-janna wa a'udhu bika min an-nar. Profeti gjë një burr që po falte namaz edhe bëri këtë lutje. Tha: O Allah, unë të lutem ty se ty të përket falënderimi. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç teje. Ti je i vetëm, i pashoq. Ti je ai që i ka dhuruar gjitha mirësitë. El-Mannan, dhuruesi të gjitha mirësive. Ti je shpikësi i qiellit dhe i tokës. E krijuar qiellin dhe tokën, dhe qielli dhe toka s'kan pas shembull më parshëm. Ti je zotëruesi i madhështisë dhe i nderimit. Ti je i gjallë, i përjetshëm, El Hayyu El Qayyum, përmendet të 2 emra pra këtu në këtë lutje. I gjallë, i përjetshëm, mbikëqyrësi i gjithësisë. Unë të lutem të më japësh xhenetin dhe të më ruash nga zjarri i xhehenemit. Sa profeti, a e dini se me çfarë i është lutur Allahut? Ky i është lutur Allahut duke përmendur, për të afruar tek Allahu duke përmendur emrin e tij më të madh, me cilën nëse robi i lutet Allahut, Allahu ja pranon lutjen. Nëse ja kërkon diçka Allahut, Allahu subhanahu wa taala ja jep atë që e kërkon. Ky ajeti Al-Kursi përmban 10 fjali. Dhe çdo fjali ka një kuptim vete. Kuptim veçantë. Allahu la ilaha illa hu. Allahu është ai përveç të cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë. Allahu i lartësuar në fillimin e këtij ajeti tregon faktin që vetëm ai e meriton adhurimin dhe askush e asgjë tjetër përveç tij. Ky është themeli i Islamit, çështja e tauhidit. Ky është thelbi i Kuranit. Në këtë çështje kanë ftuar gjithë profetët,
të adhurojmë Allahun vetëm, mos i vëmë shok Allahut të lartësuar në adhurim. Çështja më e rëndësishme është të adhurojmë Allahun vetëm. Dhe gjunahu më i madh është shirku, që njeriu t'i vëjë shok Allahut subhanahu wa taala. Çështja e parë që përmendet në ajet që është më e rëndësishme është tauhidi. Të adhurojmë Allahun vetëm, mos i vëmë shok atij. El Hayyu El Qayyum. El Hayyu El Qayyum janë dy emra të bukur të Allahut të lartësuar. El Hayy, i gjalli, i përjetshmi. Allahu jeton, dhe ai që jeton edhe vepron. I gjalli vepron. Kështu që ky emër nuk kupton se Allahu vepron. Dhe Allahu i cili është i gjallë na ka dhënë jetën. Ai është jetëdhënësi, ai është jetëmarrësi. Ai ju jep jetë, gjallëri dhe shpirtrave tonë. Subhanahu wa taala, El Hayyu El Qayyum. El Qayyum, mbajtësi i gjithësisë. Mbikëqyrësi i gjithësisë. Kjo gjithësi nuk funksionon vetiu, siç thonë kafirat. E ka kriju Allahu, e drejton Allahu, ai e mbikëqyr, ai e mban. Po të mos ishte Allahu, nuk do ekzistonte fare. Po të mos e mbikëqyrë Allahu, shkatërrohet, zhduket gjithësia. Prandaj Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Allahu i lartësuar është ai i cili mban qejt dhe tokën që të mos zhduken, mos lëvizin nga vendet e tyre. Allahu është i gjallë, nuk vdes. Njerëzit jetojnë, po dhe do të vdesin. Thotë Allahu në Kur'an: "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut." Mbështetu tek i gjalli, i cili nuk vdes kurrë. Ka thënë profeti në hadith: "Anta al-hayy alladhi la yamut, wal jinnu wal insu yamutun." Ka thënë ti je i gjalli që nuk vdes kurrë. Nësa gjindet dhe njerëzit, thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, do të vdesin. Allahu mban gjithësinë. Ai mbikëqyr gjithësinë. Ai s'ka nevojë për asgjë. Të gjithë ne kemi nevojë që na mbajë Allahu. Gjithësia ka nevojë për Allahun. I madhi Zot s'ka nevojë për asgjë, sa është El Qayyum, mbikëqyrësi. Ai që mban gjithësinë. Pra, ky emër tregon që na mban Allahu. Mbikëqyr Allahu këtë gjithësi. Dhe ne kemi nevojë për Allahun. Ne asnjë moment nuk mund të bëjmë pa Allahun. Allahu rregullon punët tona. Në çdo frymarrje kemi nevojë për Allahun. Prandaj një nga lutjet profetike: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn. O ti që je i gjallë, i përjetshëm, mbikëqyrësi i gjithësisë. Me mëshirën tënde kërkoj ndihmë, kërkoj shpëtim. Mi rregulloj të gjitha punët. Mi bëj mbar të gjitha punët. Dhe mos më lër për aftësitë e mia asnjë moment. Pra në çdo moment, në çdo çështje ne kemi nevojë për ndihmën e Allahut. Ne duhet ta lidhim zemrën me Allahun subhanahu wa taala. Kjo lutje është shumë e rëndësishme. Ta bësh të lutje se Allahu të rregullon gjendjen e shpirtit, gjendjen e zemrës, çështjet vetjake, çështjet familjare, çështjet e jetesës, çështjet e fesë. Allahu na mban subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Atë nuk e kap as ndërmjetja as gjumi. Allahu është i gjallë dhe mbikëqyrësi i gjithësisë. Këto atributa Allahu ka të përkryera. Ndërsa ndërmjetja dhe gjumi janë për Allahun janë mangësi. Robi ka nevojë të lejë gjumë, ka nevojë robi që të shlodhet. Kurse Allahu është i përkryer, është i plot. Jeta e tij është e plotë, e përkryer.
Ai është mbajtësi dhe mbikëqyrësi i gjithësisë. Kështu që ai nuk mund të ketë meta, s'mund të ketë mangësi, ai s'mund të ketë nevojë për diçka ndaj Allahu, për të treguar që ai e ka atributet e plota, të përkryera, dhe atributit qenit, mbikëqyrësi i gjithësisë, është i plotë, është i përkryer. Ka mohuar ndremitjen dhe gjumin. Vëllezër, do të kemi parasysh një çështje që është e rëndësishme në temën e emrave të bukur të Allahut dhe cilësive të larta. Ne pohojmë për Allahun vetëm ato emra të bukur që i ka pohuar Allahu për veten në Kur'an, edhe që i ka pohuar profetin në hadith, si për shembull emri El-Mennan për veten në hadith që e citova pak më përpara. Dhe nuk lejohet që ne t'i vëmë Allahut emra që nuk përmenden në Kur'an dhe Sunet. Nuk na përket neve. Allahu është ai i cili ka emërtuar veten dhe Allahu është ai që i ka treguar emrat e bukur në Kur'an dhe Sunet. Janë 99 në Kur'an dhe Sunet, por ka edhe të tjerë. Madje ka emra të bukur që i di vetëm Allahu, që nuk i din krijesat. Si mësohet nga një hadith tjetër i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ke emrat dhe cilësitë e Allahut të lartësuar, ne bazohemi në Kur'an dhe Sunet. Pohojmë emrat dhe cilësitë që përmenden në Kur'an dhe Sunet. Po sa i përket mohimit të mangësive dhe të metave për Allahun, prap duhet të ndjekim stilin e Kur'anit dhe Sunetit. Mohojmë ato që përmenden në Kur'an dhe Sunet. Që alhamdulillah, falënderimi tek Allahu, kjo tregon që ai është i lavdëruar, është i falënderuar, s'mund ketë meta dhe mangësi. Subhanallah. Subhanallah, i madhëruar, i lartësuar është Allahu, i pastër Allahu nga të metat dhe mangësit. Pra, përmendim në të përgjithshme që është i pastër nga të metat dhe mangësit. Lejse kemi të hishej, asgjë nuk i përket, asgjë nuk i përngjan atij. Walam yakul lahu kufuwan ahad, do thash, përmendim dhe gjashtë shpjegimit të surës Ikhlas. Asgjë nuk është e barabartë me të, nuk është e krahasueshme me ta. Edhe, domethënë, mohimi bëhet në mënyrë të përgjithshme, mohim me edhe mangësit për Allahun. Po ka vende ka raste ku Allahu i lutur në Kur'an ose profeti në hadithe ka përmendur dhe mohim të disa tmetave në mënyrë të detajuar. Për shembull, mohimi i ndremitjes dhe i gjumit. Po ky mohim është bërë për të treguar që jeta e Allahut është e plot dhe mbikëqyrja, ky atribut i Allahut është i plot, është i përkryer. Në një vend tjetër Allahu i lartësuar mohon lodhjen, se fuqia e tij është absolute. O ma mesna min lughub. Në një vend tjetër tregon Allahu i lartësuar që gjithçka në dijen e tij aty nuk mund të fshihet asgjë. Nuk ka asgjë që jetën tokë jashtë dijes së Allahut të lartësuar. Pra e mohon këtë për të treguar që dija e Allahut është e plot, ai është i gjithdijshëm. Në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidu al-qista wa yarfa'uhu yurfa'u ilayhi 'amalu al-yawm qabla 'amali an-nahar 'amalu an-nahar qabla 'amali al-layl wa 'amalu al-layl qabla 'amali an-nahar hijabuhu nur law kashafa la ahraqat subuhat wajhi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk fle. Dhe gjumi nuk i përket atij, nuk i përshtatet madhërisë së tij që ai të flejë. Ai është i plotë, është i përkryer, s'ka nevojë për asgjë. Krijesat kanë nevojë për gjumë. Allahu është i plotë, i përkryer. Mbikëqyrësi i gjithësisë, subhanahu wa taala. Pastaj thot, Allahu subhanahu wa taala është ai që e ngre peshorën e drejtësisë dhe që e ul ata. Me kuptimin që Allahu subhanahu wa taala i jep mjetet e jetesës me drejtësi. Dikujt më shumë, dikujt më pak, por sipas drejtësisë së tij. Dhe veprat ngjiten tek Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu i lartësuar e jep shpërblimin për to, por Allahu i lartësuar e trajton robën ose dënimin ama me drejtësi. Kështu që drejtësia është atributi i Zotit, Allahu i lartësuar mjetet e jetesës i jep me drejtësi, po dhe veprat e robëve Allahu i lartësuar i vlerëson me drejtësinë e tij. Veprat e ditës ngrihen tek Allahu i lartësuar para veprave të natës.
dhe veprat që robi i bën natën ngrihen tek Allahu i lartësuar, ngjiten tek ai, pra ngjiten me lajket me to, para veprave të ditës. Kështu që njeriu do të shpejtojë të bëjë vepra të mira, të ulë nga veprat e këqija, do të jenë përgatitur, se në fakt veprat ngrihen veprat e ditës para se të vijë nata. Veprat e natës ngrihen tek Allahu subhanahu wa taala, ngjiten tek ai, çojnë me lajket tek Allahu, dhe pse Allahu di gjithçka. Po Allahu ka ngarkuar me lajket që të shkruajnë dhe ngjiten me veprat tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu është mbikëqyrësi i gjithçkaje. Allahu është dëshmitar për gjitha veprat. El-Qaim ala kulli nafsin bima kasabat. Ai është gjithë dëshmuesi. Nuk ka vepër që bën njerëzit dhe që nuk shkruhet, dhe që nuk do të gjejë njeriu para Allahut subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Lehu ma fis, pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam në fundin e hadithit ka thënë: perdja mes Allahut dhe mes krijesave të tij është dritë. Ka një perde mes Allahut dhe krijesave të tij. Kjo perde është perde drite. Nëse Allahu do ta zbulonte këtë perde, atëherë madhështia, bukuria dhe drita, shkëlqimi i fytyrës së Allahut të lartësuar do të diqte të gjitha krijesat. Kështu kuptohet në hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam, ky është një hadith që e ka sjellë Muslimi në Sahihun e tij. Pastaj Allahu i lartësuar thotë: "Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi." Allahu i lartësuar i përket gjithçka në qiell dhe në tokë. Gjithçka në qiell dhe në tokë është në sundimin e Allahut. Gjithçka në qiell dhe në tokë është nështruar ndaj Allahut të lartësuar. Melajket që janë banorët e qiellit janë robë të Zotit, janë në pushtetin e Allahut. Bota e xhinëve dhe e shejtanëve është në pushtetin e Allahut. Bota e njerëzve është në pushtetin e Allahut. Gjithçka në gjithësi i përket vetëm Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thotë në Kur'an: In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda, laqad ahsahum wa 'addahum 'adda, wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Pra, Allahu i lartësuar i di gjitha krijesat, ai e di numrin e tyre, dhe secili do shkojmë vete para Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit vete, jo me pasurinë e tij, vete, jo me fëmijët e tij, jo me të afërmit e tij. Kështu ka më paraqitur, si rob do dalë para Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit. Men dhe alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Cili mund të ndërmjetësojë tek Allahu i lartësuar përveç se me lejen e tij. Askush nuk mund ndërmjetësojë tek Allahu pa lejen e tij. Çështja e Zotit nuk është si çështja e mbretërve dhe njerëzve me pozitë në këtë botë, cilët kanë ministrat, kanë këshilltarët, dhe njeriu për të përcjellë një kërkesë ke mbreti apo ke ministri, gjeni ndërmjetësues. Dhe ai ndërmjetëson, pa i marrë leje mbreti, shkon, trajton çështjen, bën ndërhyrjen. Sepse mbreti dhe ministri, domethënë, këta nuk e din hallet e njerëzve, si din kërkesat e njerëzve. Mbreti ka nevojë për ministrat, se me ata i bën punët, pa ata s'bën dot gjë. Kurse Zoti e di gjithçka. Ai e di se çfarë kemi në zemër, ai e di çfarë themi ne, ai e di lutjet tona. Kështu që askush nuk ndërhyn tek Allahu, askush nuk ndërmjetëson tek Allahu pa lejen e tij. Idhujtarët pretendonin se idhujt e tyre ndërmjetësonin tek Allahu, dhe Allahu e ka mohuar këtë gjë. Askush nuk ndërmjetëson tek ai pa lejen e tij. Idhujt që kishin gdhendur idhujtarët, sipas besimit të tyre, përfaqësonin me lajket. Ishin portretet me lajkeve, kështu ishte besimi i tyre i kotë. Dhe adhuronin idhujt me kuptimin që ata adhuronin me lajket. Dhe pretendonin që me lajket do të ndërmjetësonin për ta tek Allahu i lartësuar. Po ata kanë adhuruar dhe të vdekurit idhujtarët në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Populli i Nuhut kanë adhuruar ato statujat
për cilët pretendojnë gjithashtu se ndërmjetësojmë ta tek Allahu subhanahu wa taala. Filozofët pagan dhe pasuesit e tyre kanë adhuruar shpirtrat e planeteve, diellit, hanës, trupave qiellor, dhe pretendonin se këta ndërmjetësojnë ta tek Allahu. Populli Ibrahimit i ka adhuruar këta. Dhe kanë bërë edhe statuja dhe idhuj në tokë, për cilët mendonin që përfaqësonin këto trupat qiellor. Dhe sipas tyre i adhurojmë, i hyjnizojmë për çfarë? Që ndërmjetësojmë vërtet tek Allahu. Këtë lloj ndërmjetësimi ka mohu Allahu. Askush nuk ndërmjetëson tek Allahu i lartësuar pa lejen e tij. Prandaj ka dy lloje ndërmjetësimi. Ndërmjetësim që Allahu e ka mohuar në Kur'an, është ndërmjetësimi që kërkojnë idhujtarët nga idhujt, nga të tjerë që i adhurojnë përveç Allahut. S'do u vlej ky ndërmjetësim. S'ka dobi për ta. Kush adhuron tjetër përveç Allahut, kush i lutet diçka tjetër përveç Allahut, duke pretenduar se ajo afron tek Allahu, se ndërmjetëson për tek Allahu, ka bërë shirk. Kur vdes në këtë gjendje, s'ka ndërmjetësim për ta. Përfundon zjarri në xhehenem, se ka mohuar Allahu i lartësuar në Kur'an. Ky është besimi i idhujtarëve, ky ishte praktika e tyre, ky ishte feja e tyre. Ndërmjetësim që e ka pohu Allahu, është ndërmjetësim me lejen e Allahut. Siç e ka thënë këta në Kur'anit. Dhe në një vend tjetër në Kur'an thotë: "Kem min melekin fis samawati la tughni fi shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda." Sa melek në qiell nuk bën dobi ndërmjetësimi i tyre tek Allahu i lartësuar në ditën e gjykimit. Vetëse mos i jep leje Allahu dhe vetëm se me atë me cilën është i kënaqur Allahu i lartësuar. Kështu që ndërmjetësuesit në ditën e gjykimit, si me lajket, profeti ynë, profetët e tjerë, dëshmorët, besimtarët e tjerë, do të ndërmjetësojnë vetëm mas i jep leje Allahu. Kushti i parë. E dyta, do të ndërmjetësojnë vetëm për ata me të cilët është i kënaqur Allahu. Pra Allahu është i kënaqur me ndërmjetësuesin dhe me atë për cilin bëhet ndërmjetësimi. Dhe Allahu është i kënaqur vetëm me ata që kanë adhuruar Allahun vetëm. Nuk është i kënaqur Allahu me shirkun. Prandaj profeti kur ka folur për ndërmjetësimin e tij ka thënë: "Wa hiya na'ilatun bi idhnillah. Liman mata min ummati la yushriku billahi shay'an." Ndërmjetësimin tim do të arrijnë ata njerëz që kanë vdekur nga ummeti im pa i vënë Allahu shok asgjë. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardha. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allahu i lartësuar di gjithçka. Ka përfshirë gjithësinë me dijen e tij. Ai di të shkuarën e krijesave, të tashmen e tyre dhe të ardhmen e tyre. Di çfarë ka ndodhur dhe e di çfarë do të ndodhë. Nuk ka gjë që se di Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka diçka që mund të jetë jashtë dijes së Allahut subhanahu wa taala. Ai është i gjithdituri. Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Dhe krijesat nuk munden të përvetsojnë diçka nga dija e Allahut përveç sa asaj që dëshiron Allahu, përveç sa ai sa u ka treguar Allahu i lartësuar. Krijesat nuk mund të njohin diçka nga ato që nga dija e Zotit, përveç sa asaj që na ka treguar Allahu, që na ka treguar Allahu i lartësuar përmes profetëve të tij. Sipas një komenti tjetër, kanë thënë dietarët, kanë thënë kjo pjesë do të thotë që njerëzit nuk mund të njohin rreth Allahut, rreth qenies së tij, rreth emrave të tij, cilësive të tij, përveç se aq sa u ka treguar Allahu subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar na ka treguar në Kur'an emrat e tij të bukur. Na ka treguar atributet e tij, veprat e tij. Edhe këtë pjesë që e ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an ne duhet ta besojmë. Gjithashtu ne njohim të kuptimin e emrave të Zotit, atributeve të tij, veprave të tij. Se kjo është e kuptueshme,
se këto janë fjalë të arabishës qartë, me të cilën ka zbritur Kurani. Por Allahu i lartësuar nuk na e ka përshkruar neve në Kur'an se si është ai vetë, se si janë atributet e tij, se si kryen ai veprimet. Këtë pjesë nuk na ka treguar Allahu. Prandaj kur flasim për atributet e Zotit, kur përmendim veprimet e tij, themi besojmë, po se si janë, vetëm Allahu e di. Sa Allahu na ka treguar emrat e tij dhe veprat e tij, po nuk na ka treguar se si është ai vetë. Në realitetin e qenies tij, atributeve dhe veprave të tij, e di Allahu, ai është i madh. Padyshim që ka realitet qenia e tij, edhe domethënë padyshim që Allahu subhanahu wa taala kryen veprimet, po se si e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ne besojmë fytyrën e Zotit, dy duart e tij, dy sytë e tij. Allahu është i madh, ai është më i bukur, është më i lartë, është i përkryer. Por se si është fytyra e Allahut, duart e tij, sytë e tij, e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ai ka dy sy, sheh diçka. Ka dy duar, me të cilat vepron. Ai domethënë ka dhe fytyrë, sepse ka përmendur Allahu në Kur'an, dhe profeti është lutur Allahut: "Wa as'aluka ladhata an-nazar ila wajhik wa ash-shawqa ila liqa'ik." Të lutem o Allah, më jep kënaqësinë e shikimit tek fytyra jote dhe më bëj të përmalluar për takimin me ty. Por mos e si janë këto atributet e Allahut subhanahu wa taala, e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Kursia e Allahut i lartësuar përfshin qiejt edhe tokën. Kursia është një krijesë e madhe e Allahut i lartësuar. Është një krijesë tjetër, nuk është arshi. Arshi është krijesa më e madhe që ka vëllimin më të madh, por edhe kursia është një krijesë shumë e madhe. Është aq i madh kursia saqë ka përfshirë qiejt edhe tokën, siç ka përmendur Allahu i lartësuar në këtë ajet Kur'anit. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë: "El-kursiyyu mawdi'u al-qadamayn wal-'arsh la yaqdiru qadrahu ahadun illa Allah." Ka thënë kursia është vendosja e këmbëve, ndërsa froni, arshi i Allahut i lartësuar, është aq i madh sa që askush nuk e di për masat e tij përveç Allahut subhanahu wa taala. Qiejt dhe toka, në krahasim me madhësinë e kursijit, duken si një hallk, si një rreth, një unazë në shkretir. Dhe kursiji në krahasim me arshin, është si ajo unaza në shkretir. Pra arshi është shumë më i madh se sa kursiji. Kursia është shumë më i madh se qiejt dhe toka. Po qiejt dhe toka janë krijesat më dha. Imagjinoni që dielli, sistemi diellor, yjet, trupat qiellor janë në qiellin e dynjas. Toka është krijesë e madhe. Pra gjësia ka një madhësi të madhe, shumë që nuk e kapim dot ne. Apo këto janë më të vogla se kursi, ka krijesat më dha në gjësi. Dhe këto krijesat më dha tregojnë madhështinë e krijuesit, tregojnë fuqinë e tij, tregojnë veprat e tij madhështore, subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ardha. Pastaj thot: "Wala ya'uduhu hifdhuhuma." Për Allahun nuk është e rëndë ruajtja e qiejve dhe tokës. Allahu kujdeset për qiejt dhe tokën, Allahu i mban, dhe ai nuk e ka të rëndë që t'i mbaj qiejt dhe tokën. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azim. Dhe Allahu i lartësuar është el-'ali, i larti, el-'azim, madhështori. Këto janë dy emra të bukur të Allahut. Allahu është i larti. Allahu me qenien e tij është lart mbi gjitha krijesat, është mbi arsh. Dhe cilësitë e Allahut janë të larta. Allahu i lartësuar është dhe mbi krijesat e tij me pushtetin e tij, pasi gjithçka është nënshtruar pushtetit të tij. Pra ne e pranojmë lartësimin absolut të Allahut, sepse ky është emri i bukur i Allahut që e tregon këtë fakt. Për habi, ata që kanë devijuar nga rruga e drejtë,
nuk e pranojnë që Allahu është lart mbi krijesat. Me gjithë argumente shumë qarta. Ajetul Kursi, emri Allahut El Ali, do të thotë që Allahu është i larti. Në sejdën e themi Subhana Rabbi El A'la, i madhruar, i lartësuar, është Zoti im më i larti. Ka shumë ajete në Kur'an që tregojnë për këtë fakt, ka shumë hadithe. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha një sklavje, e solli një burr, Muawi ibn Hakam as-Sulami, e ka sjellë një sklavë për profetin, se do të thënë ishte në Evrikos një herë, edhe i kishte dhënë shuplak. Po kjo është krim, është gjuna i rënd. Dhe profeti ja quajti gjuna të rënd, fajt madh. Dhe ky mendoi sa po jap lirin ta si shlyrje, ta shlyj këtë mëkat. Po e pyeti profetin, sa ujë kur Allahu tha, ata liroj, i tha profeti ma sjell këtu. E çoi ke profeti. Dhe e pyeti profeti sallallahu alaihi wasallam, i tha, "Ejn Allah, ku është Allahu?" Sa jo, tha, është lart mbi qiell, fi sama. I tha, "Men ana?" Po unë kush jam, tha, ti je i dërguar Allahut. I tha, "i'tiqha aw a'tiqha fa innaha mu'mina." Ta liroje se kjo është besimtare. Profeti ka po pyetje ku është Allahu. Ka njerëz devijuar në kohën tonë që po t'u bësh këtë pyetje, në vrikosen. Si pyeti ku është Allahu? Ndërkohë që këtë pyetje ka po profeti dhe hadithi që e përmendën Sahihun e Muslimit, Allahu është lartësi. Po ajo çika e pasur tregon që Allahu është lart, nuk është poshtë. Allahu është jashtë krijesave. Allahu na ruajt me mohimet që kanë bërë sektet bidatçit, arrin deri aty që po të mendosh me doktrinën e tyre del që nuk ekziston fare Zoti, edhe pse ne nuk i bëjmë qafira, sepse kanë interpretim ata, por amo devijimi i tyre është shumë i madh. Dhe ajo rrugë e keqe, ne jemi rrugën e profetit, shokëve të tij, pranojmë se si Allah, kjo logjike, Allahu është lart. Dhe për ne kur lutemi Allahut, ngremë duart nga qielli, sepse Allahu është lart në gjithësi. Kjo është natyra e pastër, njeriu edhe fëmijën po ta pyesësh. Prandaj muslimanët të masë besojnë që Allah është lart. Kjo dogma e keqe, këto e kanë vetëm ata që janë marrë me llafulogji, me skolastik. Ata e kanë saju këtë doktrinën e keqe që Allahu nuk është në lartësi. Se thonë, po të thush që Allahu në lartësi, do të thotë që e kufizon Allahu në një vend. S'është e vërtetë kjo. Vendi është i krijuar, Allahu është lart mbi qiell, ajo është mbi arsh. Pra atje ku është Allahu s'ka vende, ajo është jashtë vendeve, ajo është në lartësi, ai drejton gjithësinë. Por kjo është shumë e qartë. El Azim, Allahu është madhështori. Subhanahu wa ta'ala. Pra këto janë dy emra të bukur të Allahut. Vim tani ke shpjegimi i ajetit i surës Al-Ikhlas. Sura e Ikhlas është një surë që ka zbritur në periudhën e Mekës, sura Mekkia. Si shkak i zbritjes së kësaj sure, Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu ka treguar se idhujtarët një herë kanë pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam, i kanë thënë: "Ja Muhammed, insib lana rabbak." I thënë: "O Muhammed, na e përshkruaj se nga e ka prej ardhjen Zoti yt. Kujt i përket?" E mendonin Allahun si krijesat që kanë një fillim, kanë një mbarim, që kanë lindur, do të vdesin. E thënë: "Nga e ka prej ardhjen? Kujt i përket?" Përgjigja erdhi me surën e kuranore. Zbriti Allahu lartësuar fjalën e tij: "Qul huwallahu ahad." Thuaj, ai Allahu është një, i vetëm. Allahu samad. Allahu është absoluti, të cilit i drejtohen të gjitha krijesat për nevojat e tyre, për plotësimin e kërkesave të tyre. Lem yalid wa lam yulad. Ai s'ka lindur kënd dhe as nuk është i lindur. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe askush nuk është i barabartë me ta. Ky transmetim është i saktë, sepse sipas Sheikh Albanit ka disa dëshmi përforcuese, kështu që del transmetim i saktë. Kjo sure që flet për tauhidin,
Allahu është një i vetëm, përmendet të disa emra të bukur të Allahut. Allahu s'ka lind, as nuk është i lindur, se nuk është si krijesat ai. Allahu s'ka të ngjashëm, as kush nuk është i krahasueshëm me ta. Kjo sure që flet për tauhidin, për njëshmërinë e krijuesit, për emrat e Zotit, atributet e tij, është një sure me vlerë të madhe. Një sure që ka shumë mirësi. Prandaj ka transmetuar Amr binti Abdurrahman, e cila është rritur në kujdesin e Aishës radhiyallahu anha, se nëna besimtarve Aisha radhiyallahu anha ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka caktuar një burr që të kujdesej për një burr si komandant ushtria. Dhe ky gjatë udhëtimit në misionin luftarak, sa herë që u printe varësve të tij, sa herë që u printe namaz, këndonte surën Fatiha, këndonte edhe një sure dhe e mbyllte këndimin me surën Ikhlas, surën Qul huwallahu ahad deri në fund. Shkojnë në Medinë, edhe ata që morën pjesë në këtë ekspeditë, në këtë çetë ushtarake, i treguan profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam u tha: "Saluhu lima yaf'alu dhalik." Pyeteni pse e ka bëu këto? E pyetën, tha: "Li annaha sifatu rrahman, fa ana uhibbu an aqra biha." Sa kjo sure përshkruan të gjithë mëshirshmin. Pra, përmend atributet e Allahut. Dhe prandaj unë e dua këtë sure. Sa profeti sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu anna Allaha yuhibbu. Njoftojeni atë se Allahu i lartësuar e do atë. Këtë hadith e ka sjell Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Pra kush e do surën Ikhlas, e këndon me dashuri këtë sure. Do të jetë për atyre që e do Allahu i lartësuar. Kjo është një nga sebebet që të fitojmë dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Një hadith tjetër ka treguar Enes ibn Malik radhiyallahu anhu se një nga ansarët u printe banorëve të Qubas në xhamin Quba. E dini xhamin Quba në Medinë, u printe namaz. Dhe sa herë që këndonte në çdo rekat të namazit, mas surës Fatiha do këndonte, ky është kuptimi i hadithit, do këndonte në fillim surën Ikhlas, Qul huwallahu ahad deri në fund. Pastaj këndonte edhe një sure tjetër. Pastaj binte në ruku. Edhe i than shokët e tij që fareshin xhamat pas tij, i than ti këndon surën Ikhlas. Dhe nuk të duket se kjo të mjafton, po këndon edhe një sure tjetër më saj. Ose këndon surën Ikhlas, ose lere ato dhe këndon një sure tjetër. Kjo tha, unë nuk e lë këndimin e kësaj sure. Kështu do të vazhdoj të këndoj. Nëse ju pëlqen, vazhdoj. Në të kundërt, unë nuk u prin namaz. Mirë po, ata e shikonin si më të mirën mesin e tyre, më të diturin, më të mirën, dhe nuk doshin që të u printe një tjetër. Shkon profetin Quba, edhe i ja tregun këtë çështje. Ja përmendën këtë çështje profetit, se ata pyesin për detajet e fesë. Edhe i thanë edhe Allahut filani kështu na prin. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, o filan, ç'të pengon ty që të bësh ashtu siç thon shokët? Edhe ç'të shtyn ty që rregullisht ta këndosh të surën çdo rekat? Ky tha, inni uhibbuha, tha unë e dua këtë sure. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyaha adkhalaka al-janna. Për shkak të dashurisë që ke për këtë sure, do hysh në xhenet. Pra edhe ky hadith tregon për vlerën e kësaj sure. Mirë, po këtu lind një pyetje. Ka njerëz që bëjnë bidate në fe, kanë sajuar forma dhikri që ka bërë profeti, me vlutin se ka bërë profeti, shokët e tij, as katër imamët, festojnë ca festa, ose për shembull, agjërojnë ca ditë, edhe quajnë ditë shnuara, ditë me vlerë. Argument, ajet s'ka, hadith nuk ka për këto bidate që bëjnë. Thonë, shiko, edhe sahabët kanë bërë ca risi. Kanë shtu ca gjara, për shembull, ky këndonte surën Ikhlas, se kishte mësuar nga profeti. Vet ju dha këtij që ta këndonte çdo, se po ta kishte bërë profeti në çdo rekat, s'do i thoshte ata pse e bën.
Si shka bërë risi ky sahab, edhe ne na lejohet bëjmë risi në fe, edhe shtojmë gjëra të reja në fe. Kjo logjika e atyre që bëjnë bidate, dhe e kam përmendur edhe për libra këta. Kjo është e habitshme. Përgjigjja është që ky sahab ka qenë në kohën e profetit. Edhe këtë veprim e ka miratu profeti apo jo? E ka miratu. Suneti i profetit është 3 llojesh. Thënit e profetit janë hak. Veprimet e profetit janë hak. Ka edhe një lloj tjetër sunet që është miratimi. Profeti e miratoi apo jo? E miratoi se tha çojnë në xhenet këtë dashuri që ke për këtë sure. Ka ndodhur që sahabët kanë bërë ca veprime, profeti ka thonë jo. Ka hadithe. Ato që i ka miratu profeti janë hak. Ato që i ka miratu profeti nuk janë hak. Ndërsa për ato shtesat që bëjnë njerëzit pas vdekjes profetit ka thonë kush pik në fen tonë diçka që nuk është prej saj, çfarë ka thonë, është e pranueshme apo është e papranueshme? Ka thonë fa huwa raddun. Ka thonë është e papranueshme. Hadithi është sahihun e Buhariut. Këndimi i kësaj sure ka vlerën, ka mirësinë e këndimit 1/3 të Kuranit. Siç është një hadith i transmetuar nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu se një burr ka kënduar në një natë surën Qul huwallahu ahad dhe po e përsëriste vetëm këtë sure. E një tjetër që e dëgjoi shkon në pjesë ke profetit sallallahu alaihi wasallam, ja tregoi këtë gjë, edhe ja tregoi se ju duk pak vetëm sura e Ikhlas, sura Qul huwallahu ahad, vetëm këtë sure po përsëriste. Edhe e pyeti profetin, po ju duk pak. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thuluth al-Quran." Sa betohem për atë që ka në dorë shpirtin tim. Kjo sure është e barabartë me 1/3 e Kuranit. Domethënë këndimi i saj e ka vlerën, e ka mirësinë si këndimi 1/3 e Kuranit. Ka dhe një hadith tjetër transmetuar nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë shokëve të tij, "E ya'jizu ahadukum an yaqra'a thuluth al-Qur'ani fi layla?" A nuk ka mundësi ndonjëri për ju të këndojë 1/3 e Kuranit në një natë? Ju duk shumë e vështirë kjo sahabë. Thanë, o i dërguar Allahu, cili për nesh mundet të këndojë në një natë 1/3 e Kuranit? Domethënë 10 xhuza në një natë. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu al-Wahidu as-Samad. Është barabartë me 1/3 e Kuranit. Pra sura Qul huwallahu ahad ka një vlerë, një mirësi, një shpërblim barabartë me 1/3 e Kuranit. Këndimi kësaj sure me bindje, me besim, çon njeriu në xhenet. Prandaj ka treguar Abu Huraira radhiyallahu anhu, thotë po vije me profetin dhe profeti ngjon një burr duke kënduar surën Qul huwallahu ahad. Tha profeti wajabat, u bë detyrë për këtë. E fitoi ky. Thash mo ma wajabat ya Rasulullah, çfarë u bë detyrë të fitoi ky njeri? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, u bë detyrë që ky njeri të hyjë në xhenet. Edhe hadithi që tregova pa më përpara që i tha profeti sahabëve, i tha, shkak dashurisë që ke për kësaj sure, Allahu i Resulit do të çojë në xhenet. Profeti ka këshilluar që këtë sure Qul huwallahu ahad bashkë me Qul a'udhu bi falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, janë dy sure mbrojtëse. Madje të trija këtu quhen sure mbrojtëse nga xhin, nga magjia, nga të këqijat. Ka këshilluar profeti me i kënduar mëngjes dhe mbrëmje, si pjesë e dhikrit mëngjes dhe mbrëmjes, ti këndojmë mëngjes dhe mbrëmje nga 3 herë. Profeti sallallahu alaihi wasallam, pra një herë sahabët po e prisin profetin për të falë namazin. Ishin shumë të etur, po kishte edhe errësirë. Shkon profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tregon ky sahabiu me fjalë ky Abdullah ibn Khubayb treguar se profeti sallallahu alaihi ka marrë për dorë dhe i ka thënë thuaj. Sa çfarë them i dërguar Allahut? Theshta thotë herën e parë. Sa më thuaj, sa çfarë them i dërguar Allahut? Sa thuaj në mëngjes dhe në mbrëmje. Nga 3 herë. Qul huwallahu ahad me këndu këtë sure, Qul a'udhu bi falaq me kënduar, Qul a'udhu bi rabbin nas me kënduar 3 herë mëngjes dhe 3 herë mbrëmje, Allahu subhanahu wa ta'ala të mbron nga gjithçka. Trun Allahu, të mbron Allahu nga çdo gjë e keqe, nga xhin, magjia, mësyshi. Me këndu mëngjes
edhe mbrëmjen, po dhe nga tjera gjëra të dëmshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka pasknuar këtë sure dhe dy suret e tjera mbrojtëse që janë surja An-Nas dhe surja Al-Falaq, edhe kur shkonte në shtrat për fjetë gjumë, ka treguar Aisha radhiyallahu anha, thot, kana Rasulullah idha awa ila firashihi, jama'a kaffayhi, thumma nafakha fihima, wa qara'a qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur shkon në shtrat për fjetë gjumë, i mjezetuar shumë, kuptohet në hadith pas shpjegimit që kanë bërë dietarët se profeti sallallahu alaihi wasallam këndon në 3 suret, surën Qul huwallahu ahad, surën Nas, surën Falaq, edhe pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam frynte duarve dhe fërkonte trupin. Sa mundej nga trupi, duke filluar me kokën, fytyrën, pjesën e përparme të trupit, pastaj kuptohet dhe pjesën e prapme të trupit, aq sa mundej. Këtë e bënte 3 herë. Këtë bënte surë 3 herë, i frynte duarve, fërkohej. Pastaj edhe një herë tjetër, pastaj edhe një herë tjetër. Kështu e bënte profeti sallallahu alaihi wasallam, ky hadith në Sahihun e Buharit. Kjo është pjesë e dhikrit të mëngjesit dhe të mbrëmjes. Na ruan Allahu i lartësuar po ta bëjmë këtë gjë. Qul huwallahu ahad. Kjo sure tregon që Allahu është, thuaj ajo Allahu është një, ai është i vetëm. Qifutët adhuronin Izairin dhe besonin si birë të Zotit. Krishterët adhuronin Isajin dhe besonin si birë të Zotit. Idhujtarët adhuronin idhujt dhe besonin që idhujt përfasonin me lajket dhe i besonin me lajket si bija të Zotit, siç kuptohet nga ajetet e Kuranit. Ndërsa Mexhusit adhuronin diellin, hënën, adhuronin planetet, po ata kanë adhuruar edhe zjarrin. Kjo është sura e Tauhidit. Ne besojmë Allahun një vetëm, Ahad. El Ahad është një nga emrat e bukur të Allahut, është një, është i vetëm. S'ka shoq ai. Qenin e tij, emrat e tij, atributet e tij, veprimet e tij. Dhe as në adhurim nuk bën me adhuru tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Allahu Samad, Allahu është absoluti, është i përkryeri, është ai i cili i drejtohen gjitha krijesat për nevojat e tyre. Ka thënë Abdullah ibn Abbas, Allahu huwa alladhi as-samad huwa alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiq fi hawaijiha wa masailiha. As-Samad është absoluti, është i përkryeri, është i ploti, i cili nuk ka nevojë për asgjë dhe krijesat gjitha për nevojat e tyre, për kërkesat e tyre i drejtohen Allahut. Allahu s'ka nevojë për asgjë. Dhe gjitha krijesat kanë nevojë për Allahun e lartësuar. Gjithashtu, Abdullah ibn Abbas për këtë emër ka thënë që ky emër tregon se Allahu është zotruesi gjithçkaja dhe domethënë është i përkryer. Allahu subhanahu wa taala është i lartësuari, më i larti. Allahu është madhështori. Allahu është i urtë, është i durueshëm, është i dijshëm dhe gjitha këto atribute të Allahut janë të përkryera, janë të plota. Nuk ka mangësi Allahu i lartësuar. Emri As-Samad është një nga emrat e veçantë të Allahut. Askush nuk lejohet të emërtohet me këtë emër. Mund të vesh emrin njeriu Abdus Samad, robi Samedit. Po Samad, emrat Allah, emri Ar-Rahman, emri As-Samad, emrat Ar-Razzaq, emrat të tillë të kësaj kategorie nuk lejohet të vihen krijesave. Se Ar-Rahim për shembull e ka përmendur Allahu në Kur'an dhe për profetit. Dhe mund të përdoret kjo për krijesën. Pashtu për shembull, Semia, njeriu në Allahu e quhet në Kur'an dëgjues, Allahu na ka dhënë aftësinë e dëgjimit. Basir na ka dhënë aftësinë e shikimit. Pra ka emra të bukur të Allahut që domethënë mund të vihen edhe njerëzve, mund të përmenden edhe për njerëzit, ndërsa është një kategori e emra që i përkasin vetëm Allahut, nuk e vërtohen ato krijesat. Emri Allah nuk lejohet të vihen asnjë krijesë, sa ajo është i vetmi i adhuruar me drejt. As-Samad, Ar-Rahman.
Lem yelid wa lam yulad. Ai s'ka lindur kënd dhe as nuk është i lindur. Allahu s'ka fillim dhe s'ka mbarim. Ai është i vetmi. Njerëzit kanë lindur dhe vdesin. Gjithësia, ekzistenca e njerëzimit, ekzistenca e krijesave nuk ka shpjegim tjetër. Allah është i pa fillim dhe i pa mbarim. Ai s'ka lindur, ai nuk vdes. As ka lindur kënd dhe as nuk është i lindur. Në qoftë se njeriu beson se Allahu ka lindur, ai beson se Allahu ka mangësi, pra e përfituron Allahun si krijesë. Dhe nëse një njeriu mendon që Allahu lind, ai do thotë që Allahu ka nevojë. Allahu ka mangësi, ka tmeta. Këto janë besime të këqija. Krishterët, xifutët, paganët kanë pas besime të tilla dhe Allahu i lartësuar e ka mohuar këto besime në Kur'an. Bediu samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim. Allahu është ai i cili ka krijuar qiellin dhe tokën, pa i shembull më parshëm. Si mund të ketë ai fëmijë kur ai s'ka pasur bashorte? Ai s'ka bashorte. Ai ka krijuar gjithçka. Dhe ai është i gjithdijshëm, ai e di çdo gjë. Subhanahu wa ta'ala, po ashtu Allahu ka thënë në Kur'an surën Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum shay'an idda. Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Ata thanë që Rahmani gjithëmëshirshmi ka fëmijë. Vërtet keni sajuar një thënie, një besim që është tepër i shëmtuar, shumë i keq. Nuk i takon, nuk i përket Allahut, nuk i përket Rahmanit që ai të ketë fëmijë. Kjo fjalë është aq e rëndë, aq e madhe, sa që gati sa nuk u çan qejt për shkak të kësaj fjale. Gati sa nuk u ça toka dhe gati sa nuk u rrëzuan malet në tokë për shkak të kësaj fjale shumë të rëndë. Tepër të rëndë. Prandaj vëllezër, devijimet në emrat e Zotit, cilësitë e tij në atributet janë shumë të rënda. Se ka dhe ca njerëz mes muslimanëve që po çfarë problemi ka me thonë që Zoti është kudo me qenin e tij. Po çfarë problemi ka që me mohu me interpretim cilësitë e Zotit? Pse flisni ju kundër bidatçive, kundër devijimeve? Themi Kurani flet në Kur'an kundër devijimeve në besim, apo jo? Çfarë problemi kishin krishterët, kishin devijuar në besim? Çfarë problemi kishin xifutët, kishin devijuar në besim, sa ata besojnë Zot dhe ata adhurojnë Allahun. Po ata kishin devijuar, kishin besim të gabuar, të keq në atributet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po Allah është shumë durimtar. Njerëzit i veshin mangësia Allahut. Allahu duron. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, la ahadun asbara min Allah. Yad'una lahu waladun wa huwa yad'una lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Nuk ka më durimtar se Allah. Ata thonë që Allahu ka fëmijë, ata i veshin fëmijë Allahut. Kurse Allahu i lartësuar ju jep mjete jetese, Allahu i mban, Allahu i furnizon, Allahu i jep shnet, i jep të mira. Gjithashtu ka dhe një hadith në cilin profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se Allahu subhanahu wa taala ka thënë kadhabani ibn Adam wa ma yanbaghi lahu dhalik wa shatamani ibn Adam wa ma yanbaghi lahu dhalik. Biri Ademit më ka përgjigjëstruar dhe nuk duhet ta bëj këtë gjë, dhe biri Ademit më ka sharë dhe s'duhet ta bëj këtë. Sa i përket përgjigjëstrimit, mohimit, ai thotë që unë s'kam për ta ringjallur, por unë e kam krijuar për herë të parë dhe krijimi i parë, është, domethënë, nuk është më i lehtë se sa përsëritja e krijimit, ringjallja e njerëzve ditën e gjykimit. E sa i përket sharjes, thotë që unë kam fëmijë, por unë jam Allahu një i vetëm dhe mua nuk më përket që të kem fëmijë. Dhe po e mbyll me një lutje, një sahab, profeti ka dëgjuar një sahab që po falte namaz, dhe ky sahabu ka thënë duke fal namaz, duke u lutur, ka thënë Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. O Allah, unë të lutem ty, duke qenë se unë dëshmoj
se s'ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. Ti je një i vetëm. S'ke lindur kënd dhe nuk je i lindur, dhe askush asgjë nuk është e barabartë me ty. Walam yakul lahu kufuwan ahad, pra askush dhe asgjë kush e barabartë me Allahun subhanahu wa taala. Allahu s'ka fëmijë, s'ka bashortë, s'ka rival, s'ka shok, askush nuk është i barabartë me Allahun subhanahu wa taala. Kjo është surja, kjo është një nga dy surat e tauhidit që profeti sallallahu alaihi wasallam i këndonte në dy rekatet e sabahut, sunet e sabahut. Në rekatën e parë këndonte surën Qul ya ayyuhal kafirun, dhe në rekatën e dytë ka kënduar surën e dytë të tauhidit, për surën e Ikhlasit, Qul huwallahu ahad. Dhe gjithashtu edhe në dy rekatet e tawafit, mas tawafit, profeti sallallahu alaihi wasallam ka kënduar këto dy sure. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam, si sjellën hadith, ka kënduar edhe namazin e vitrit, në rekatën e parë surën A'la, sabbih isma rabbikal a'la, në rekatën e dytë surën Qul ya ayyuhal kafirun, dhe në rekatën e tretë surën Qul huwallahu ahad. Lutë Allahun të bëjë të dobishme këto që u shpjegova. Allahu shpëlimet mirë, alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.